Po. Alban të kanë ndodhur ty? Zakonisht në familje temen, unë jem pak më e drejt për drejt, edhe kur i pës për shembull diçka, apo kupton edhe nëse nuk jam unë aty, thojmë ka thonë Albana. Po. Malojmë fojmë pa pik arsye, edhe besom më thirrin një ditë babi tha, çka i kishe thonë për gruan e Axhës tem? Që i kumë thonë, thash unë, se kisha as iden që i kumë thonë, apo kupton se ku me di çfarë pyetje ja kumë bo kështu ma drejt për drejt, nuk jem konë që i kumë, apo den, edhe po Albana i ka thonë, edhe nëse edhe diçka qofse ndodh, për shembull, po Albana, edhe nëse hiç që më faj jem të unë mbet gjithmonë. A di po flas ka familjarët e mi, për arsye që veç jam më e drejt për drejt, nashta ja bëj pyetjen shumë më konkret, nuk i nji rreth u kolla, apo den, domethënë direkt, që kjo drejt për drejt, në shka të drejt, neve drejt. Po jo, po unë nuk moj me konë ndryshe, se me bo me konë ndryshe, që to unë nuk di me aktru. Nuk di se më ftyrë më shqiet që diçka nuk kanë rregull. Me kilometra vrena që s'është diçka ka shkon të one. E kështu që e kum gjetë që ata që unë duhet m'ja thonë ose qështo, ose s'ka heq ndryshe. Edhe di që çka do që të ndodhë, diçka në familje teme, mua lojnë pojnë. Hajtë se Albana s'ka derta, apo din se ajo i thot, apo kupton? Edhe që kjo është. Jo, të one jo, vallaj me të kallzu drejt se përgjithësi kështu nuk është më interesojnë. Jo, sinqerisht jo, se s'është që mirë fort me kërkonin s'mirna. Sidomos me gratë në familje, jo, hiç s'ka të bëj kur njët çka më ka akuzu familja gjithmonë se e vogël edhe tash mu prish drita në banjë, e ka prish Dafina. Nuk e di, adin ajo që shymet, ajo që djegët. Se di gjithmonë Duke që e kon shërë. Nuk e di pse, gjithmonë Dafina, po, thëm gjithë po, ne, adin